Urimet më të mira do të na japin tani dy mësues të nderuar të cilët i kanë dhënë emër qytetit të Fierit dhe kanë lartësuar arsimin në këtë qytet. Një jetë në shërbim të fëmijëve e të rinjve. Ne kemi ftuar profesorin e nderuar Mihal Krimçe dhe profesoreshën Mimoza Meço. Mësuese Mimoza Meço. Ju faleminderit që keni ardhur. Ju falenderoj dhe ju për pjesëmarrjen. Jam shumë e gëzuar, e privilegjuar për ftesën që më keni bërë. Jam vajza e dy prindërve mësues që kam punuar të rjetën dhe unë kam ecur në gjurmët e tyre. Jam mësuesja e muzikës, kam punuar 42 vite në arsim, kam punuar me dashuri, me del, se a shumë kam mësuar prindrit që të bëj një punë sa më të mirë, të edukoj këta nxënës, këta fëmijë të mrekullueshëm që ta duan rrugën e artit. Edhe unë si mësuese e muzikës kam nxjerrë nxënës të talentuar që dhe sot e kësaj dite ata janë bërë mësues, profesor dhe unë ndjej kënaqësi për këta nxënës që kam nxjerrë. Jam shumë emocionuar dhe nuk di. Kënaqësia është e jona që ju kemi këtu pranë nesh. Në rast e festash të gjithë ne bëjmë bilancet tona, por kur kalojnë shumë vite nga fillimi i jetës profesionale, ne marrim frymë thellë për të kujtuar se si e nisëm kohën tonë. Në fakt, si e nisët ju profesionin e mësuesit? Unë e kisha shumë qejf muzikën dhe kam konkuruar për muzikë dhe kur mbarova më thanë do bësh mësuese muzike. Dhe vazhdova shkollën, kam punuar në fshatrat më të largëta të Fierit. Atje dukesh e puna që punoni me zellë dhe me vullnet, me dashuri për punën. Edukatën e kishim marrë nga prindrit, që të ishim punëtor, të donin punën, të donin nxënësit, të esim gjithmonë përpara për të sjellë më të mirën dhe kishim sukses në punën tonë. Dhe kaq vite punës e kam punuar me del dhe me vendosmëri për të ecur përpara. Gjithmonë, meqense jam në lëndën e muzikës, bënim aktivitete shumë të bukura, të larmishme. Ju jemi shumë i njohës. Kemi të njëjtën pyetje edhe për profesor Mihalin. Ku i profesor si e nisë profesionin e mësuesit? Ishin në vitet 70, me ëndra, me përkushtim, me profesionalizëm dhe me ideale. Nga ky këndvështrim, sot jam shumë i gëzuar që t'ju uroj mësuesve të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar, gëzuar ditëlindjen e shkollës shqipe. Kjo ditë na çon në atë 7 mars të vitit 1887 në Korçë, që Naimi do ta përshëndeste nga Stambolli. Lumja ti, moj Korçë, o lule, që i le pas shoqet e tua, në sitrimi në ballë usule, ta paqim për jetë hua. Dhe himni i shkollës shqipe do të kalonte përmes apostujve të shqiptarizmës në kongresin e manastirit, në alfabetin e Shqipes, në shkollën e parë shqipe më 7 mars, ku armiqt e vranë mësonjësin, dhe ai e dini që tha armiqve, merreni këtë gjakun tim, mblidheni, që me atë të shkruajnë shkronjat shqipe mësuesi, më falni nxënësit e Shqipërisë. E të tillë, prandaj nga kjo ditë e lavdishme, nga kjo manushaqe e parë që qeli në Korçë, në emër të brezit tim, unë i përshëndes lavdi dhe nder kombëtar për mësonjësit e Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Profesor, si e shihni arsimin sot? Arsimin sot unë e shikoj si një nder, si një lavdi që pikërisht ai ka mësuesvet të përkushtuarit e arsimit do t'i qëndrojnë si dallandyshet në krah gjitha shkollave, duke kthyer ëndrat e tyre në folen shqiptare, në idealet shqiptare, në tokën shqiptare. Të njëjtën pyetje kemi dhe për mësuese Mimozën. Mësuese Mimoza, ju si e shihni arsimin sot? Edhe unë arsimin e shuar sot, si tha dhe profesor Mihali, që është nga
profesionet më të mira dhe ne do të jemi, domethënë, kam emocion, nuk mund të flas dot. Mirë, një pyetje të fundit do lutem. Sa e vështirë ka qenë për ju t'ja dini dhe si mësuese, por edhe si nënë? Unë jam dhe nënë dhe mësuese, dhe këto janë dy figurat më të shtrenjta për ne, që ne jemi pranë fëmijëve, t'i edukojmë, t'i mësojmë, dhe kemi qenë shumë të dashur ndaj këtyre fëmijëve, ndaj fëmijëve tanë, po dhe gjithë brezit tonë, me fjalë, gjithë nxënësve që unë kam punuar, dhe kam dhënë dashuri ndaj tyre dhe ata ndaj meje. Biles nga i kënaqësi dhe respektin që ata nxënës që unë kam dhënë më respektojnë jashtë mase. Dhe unë ndjej respekt ndaj tyre, që çdo gjë është reciproke dhe bëj një urim gëzuar 7 marsin, festën e mësuesit, gjithë mësuesve, në të gjithë Shqipërinë, kudo që janë, suksese të mëtejshme, të kenë shëndet, mbarësi dhe mirësi. Është kënaqësi e madhe për ne t'ju kishim këtu në studio. Ju faleminderit shumë dhe suksese. Të keni një jetë të lumtur. Faleminderit edhe juve.